Unë mbuloj si drejtuese politike në qarkun Tiranë 4 bashki, Kavajën, Rogozhinën, Kamzën dhe Vorën. Në bashkinë Tiranë është drejtuese politike Ogerta Manastirliu. Ne po punojmë si një ekip për të jo vetëm bashkërenduar punën dhe për të patur një rezultat që besoj në qarkun e Tiranës do jetë nga rezultatet më të mira që ne kemi mbritur në këtë qark, por edhe për të qenë pranë qytetarëve dhe për t'i bërë debatet aty me ta, si dhe për të parashtruar jo vetëm ato që kemi bërë, por edhe ato që do bëjmë. Bëjmë takime në çdo njësi administrative, në çdo lagje, në çdo fshat, dhe është me rëndësi të themi që dhe kandidatët tanë Partisë Socialiste, përveç një rivaliteti të natyrshëm që e nxit ky lloj sistemi, po punojnë si ekip. Ne shkojmë në takime të përbashkëta me kandidatët, ku më e rëndësishme se sa vota individuale është misioni historik që ne kemi për 11 majin, për t'i dhënë një shumicë Partisë Socialiste që është përtej gardit ton politik, është përtej dasive politike, është për të garantuar rrugën pa kthim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian nuk është më një ëndër e largët, është një realitet i prekshëm, është një perspektivë shumë e afërt për cilën ne po punojmë çdo ditë. Por sigurisht edhe rivalitetet e listës janë krejt normale në këtë lloj sistemi. Zgjedhjet Europale, këto janë zgjedhjet e 11 parlamentare mbas rrëzimit të komunizmit. A kanë këto zgjedhje një veçanti në krahasim me zgjedhjet të tjera? Ju keni marrë pjesë të paktën në 2 zgjedhje, ju jeni zgjedhur deputete, por keni qenë aktive në politikë që nga viti 2006-2007 dhe e njihni atmosferën politike të zgjedhjeve parlamentare. Ka një veçanti si vjet sipas jush, domethënë këto zgjedhje? Këto zgjedhje janë më të rëndësishme se çdo palë zgjedhje që ne kemi zhvilluar. Më të rëndësishme? Kështu e perceptoj dhe kështu e ndjej unë dhe besoj ky është edhe realiteti që me cilin shumë nga ne po shohin, sepse këtë radhë besoj që është e qartë për të gjithë që nuk janë një palë zgjedhje si të radhës, nuk janë zgjedhje thjesht për të mandatuar një parti politike për të qeverisur, po besoj ne jemi të përpjetën e fundit të amanetit të paraardhësve tanë për një Shqipëri europiane, por edhe të detyrimit e borxhit e legacisë që duhet lëmë për pasardhësit tanë. Nuk ka qenë e lehtë, Shqipëria nuk ka patur këtë lloj reputacioni nga të paktën nga 2010-a e deri në 2013-ën. Ju e dini që delegacionet e huaja ishin bërë krejt të huaja për Shqipërinë. Ne nuk kemi patur vizitat nivelit lartë zyrtar nga 2011-a në Shqipëri. Në dyert e Bashkimit Evropian, por edhe të institucioneve të tjera ndërkombëtare, Shqipëria shihe me shumë dyshim. Dhe sa herë që ne hynim në ato dyera, po uleshim në ato tryeza për të folur për perspektivën europiane të Shqipërisë, hasnim aty me një hezitim të fortë edhe madje edhe me një lloj dyshimi që seriozisht e keni, për të mos thënë një lloj sarkazme në diskutime. Nuk dua t'i hyj këtu arsyeve, dhe ndoshta dhe arsye kanë patur, janë pushkatuar 4 qytetarë të lirë në bulevard se protestonin për të drejtat e tyre dhe për ato që besonin. Nuk ndodhte kjo në një vend tjetër të Evropës, jo, po nuk di ku mund të ndodh kjo ende, përveç se në regjimet hiperautoritare. Por sa na takon nga 2013 e këtej në 12 vite, për diçka du t'jemi krenar. Sot emri i Shqipërisë është i lartësuar në arenën ndërkombëtare, sot reputacioni ynë është patjetër një reputacion që nuk ka lidhje me atë që ishte Shqipëria. Sot vizitat dhe shkëmbimet nga Shqipëria janë shumë të larta, nuk flas vetëm për numrin e turistëve, nga 1 milion turistë në 2013 në 12 milion turistë. Ja, do të pyes për numrin e turistëve zonë, se është një çështje tjetër. Por edhe organizimi i aktiviteteve të rëndësishme nivelit ndërkombëtar në Tiranë. Tirana është kthyer sot në një qendër të rajonit ton, të Ballkanit Perëndimor, paktën po dhe përtej. Duket se qendra e gravitetit në rajon nuk është më Beogradi, por është Tirana.
Dy samite të rëndësishme janë organizuar këtu, përfshirë edhe samitin e BE-s jashtë kufive të BE-s në Tiranë, dhe në 16 maj ne presim komunitetin politik evropian, liderët e BE-s dhe përtej edhe të Britanisë Madhe deri në Ukrainë do vinë në Tiranë në takimin më të madh që ne kemi organizuar, ku perspektiva evropiane e Shqipërisë është tashmë e garantuar. Okej, Zonjë, po ju keni konsumuar 3 mandate dhe kërkoni mandatin e 4. Tani, për çfarë kërkoni mandatin e 4? Do thënë, ka një diçka thelbësore që ju këmbgulni dhe doni patjetër mandatin e 4, se ju bët një revistë disa punëve që relativisht janë të mira, edhe kjo e Bashkimit Evropian është një gjë e mirë, po unë do të pyes konkretisht më pas. Po pse keni këmbgulje që doni patjetër mandatin e 4 dhe ka arsye madhore kjo përveç këtyre që thatë? Ne besojmë që jemi sot për sot e vetmja forcë politike që mund ta çojë Shqipërinë aty ku e meriton, të mbyll planin ton të dakordsuar. Dhe theksoj këtë, nuk është thjesht një dëshirë apo një vullnet i yni, por përkon edhe me dëshirën dhe me vullnetin dhe me planin dakordsuar që kemi me Bashkimin Evropian për t'i mbyllur negociatat në 3 vite, pra deri në 2027, dhe është sot mundësia që Shqipëria të vijojë në rrugën e rritjes ekonomike, të rritjes së mirëqenies për të gjithë qytetarët. Kush na siguron ne që mbas 27-s ne jemi antar të BE-s? Të gjitha deklaratat sot të Bashkimit Evropian nuk janë tonat, janë të Komisionit Deli çmendur andaj nga BE dhe thot prit do heqim viza, siç tha Hollanda. As kryetarja e Komisionit Evropian, as komisionerja për zgjerimin, as 27 vendet dhe udhëheqësit e tyre që i kanë ngritur të 2 duart lart për PON për Shqipërinë, plani i dakordsuar, plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor dhe për Shqipërinë, këto nuk janë çmendurira, këto nuk janë as këto janë gjëra shumë mira, po them, këto nuk janë fate, keni parashikuar këto janë surpriza? Punë të bëra së bashku, nuk ka pse të ketë asnjë surprizë, sepse ata nuk janë as ndonjë vend apo federat periferike, e cila ndryshon udhëheqësit me armë apo me puçe ushtarake, po flasim për Bashkimin Evropian, po flasim për forumin dhe mund ta quaj edhe një perimetër mundësisht dhe vlerash i cili është ndoshta më i pasuri, më i sigurti, ku garantohen liritë themelore, liritë demokratike dhe garancit më të forta, jo vetëm për individet, por edhe për shtetet, përfshirë edhe sigurinë. Pra po flasim për një organizëm të tillë i cili kjo shtëpi të pasurisht, siç e quajmë ne shpesh në diskutimet tona politike, i ka hapur dyert për ne. Pra, dera është krejtësisht e hapur. Jo, ata mund të kishin hapur dhe më përpara Zonjë, po Hollanda do të kishte vizat. Macroni tha ne bollemi 27, se të kemi dhe tjerë. Këto janë ato çmenduri që them unë. Këto lloj paqartësisht Shqipëria i ka tejkaluar. Ne kemi patur, Jo, ne kemi qenë rregull më, nuk ka lidhje me ju kjo. Një situatë të lehtë sa i takon Bashkimit Evropian. Jo, nuk ka lidhje me ju, me socialistët jo. Bile as me demokratët fare. Po me BE-n. Edhe kthesa shumë të forta, po dhe të përpjetat kanë qenë të jashtëzakonshme. Dhe me që e përmendët Hollandën dhe keni shumë të drejtë, Hollanda konsiderohet një nga vendet, ndoshta vendi më skeptik në Bashkimin Evropian, sa i takon zgjerimit. Dhe sa i takon Shqipërisë, ky skepticizëm, kjo mbyllje sysh ishte edhe më flagrante se me vendet e tjera. Mbaj mend në 2019, apo dhe më herët, para se të bëhesha ministre për marrëdhënie në Parlamentin, isha deputete në Kuvendin e Shqipërisë dhe isha kryetare e grupit miqësisë me Hollandën. Dhe po ju them që ç'nuk kemi hequr në takimet përballë me ta, ku pyetjet ishin nga më të çuditshmet për Shqipërinë, sepse si informacioni po konfirmoni ti çfarë shumë. Absolutisht. Si informacioni ishte i mangët nga shumë prej tyre, ashtu dhe skepticizmi ishte i madh, ashtu dhe dinamikat e brendshme politike të tyre, partia apo një tjetër, përdornin element të zgjerimit apo të vendeve të tjera për të ndezur debatin e brendshëm publik dhe politik.
Sot, Shqipëria e ka tekaluar këtë, jo vetëm me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, por edhe me vendet më skeptike si Olanda. Ne bashkuar me Maqedoninë, doli dhe Bullgaria. E ka përmendur në një studio dhe nuk dua ta ripërmend, po unë para 2 muaj. Përsëritja është më me dijes, më thoshte Zysha. Po është edhe ati mërzis, kështu që nuk do doja që... Jo, këtu në studion time nuk është. Do doja që tu mund të ketë mërzit të tjera, po jo përsëritja. Tishte më shumë më me dijes. Dhe në një takim zyrtar para 2 muajve në Poloni, me kryetarin e kuvendit edhe me kryetarin e Senatit, Polonia ka sot presidencën e BE-s, mund t'ju them që mbështetja për Shqipërinë ishte pa asnjë rezervë dhe hezitim. Ndaj edhe grup kapitujt sot për Shqipërinë janë çelur, presidenca polake çoi kërkesën për çeljen e grup kapitujve të tjerë, brenda 2025-s ne mbyllim. Pra, hapim negociatat për të 6 grup kapitujt me Shqipërinë, në vizitën po ashtu të para disa kohëve, para disa muajve, ndoshta edhe më pak se 2 muaj në Holland, me kryetarin e Senatit dhe me kryetarin e Kuvendit dhe me kryetarin e Komisionit Politikës Jashtme dhe gjithë deputetët aty, dhe kryetaria e Komisionit Jashtëm rastiste që ishte një euroskeptike, për Shqipërinë nuk kishte asnjë skepticizëm dhe në fakt u votua në Parlamentin e Hollandës pa asnjë hezitim ftesa për çeljen e grup kapitullit. Pra, është e qartë sot që kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për ne. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos para pak ditësh në një intervistë në Europa Radio e Lirë e tha që ndoshta dhe 2029 dhe gjasat më të mëdhaja janë që 2029 atje viti për... Jo 30-a, se në ngrit gjakën më të se 25 dhe 4 për 29, se ju socialistët ja u numëroni këshu ato lapsus e demokratëve. 2 nga 2, thua. Jo, ju thoni, ne në ebri votën se në këto 4 vite dhe antarë të BE-s, por në 2030-ën. Tani unë se kam kuptu në njërë. Fillon ratifikimi i marrëveshjes për antarësimin në parlamentet që me mbylljen e negociatave në 2027. Unë e kuptoj këtë, po ai banori aty që i kërkoni një thjeshti, nuk e kupton këtë. 25 dhe 4... Ja kemi shpjeguar banorëve, ta keni shumë të qartë që edhe shpjegime se çfarë sjell Bashkimi Evropian, i kemi thënë, po për ta mbyllur deklaratën për Komisionerin për zgjerimin, deklaroi që Shqipëria do jetë vendi i 29 në 2029 që do t'i bashkohet. 27 për 28? Aja 27? Është Malizi dhe Shqipëria. Bash 27. Janë të dyja për ta mbyllur këtë argument, zonja Spirpali. Po mund të shpjegojmë se çfarë sjell BE-ja me që ju e diskutuat? Se ke shumë gjata fjali. Do thënë dikuri kishte më të shkurtra fjalit. E konsideroj si shenjë vlerësimi që po ju jap sqarimet e duhura. Nëse doni të flas më shkurt, është më e thjeshtë për ne. Edhe lëvizim terren pastaj. Unë jam nga ata gazetarë, po të bësh ti një listë, ti do më vlerësosh mua si njerëz që të ka vlerësuar më shumë. Qofse ke ndryshuar mendim, okej, të rishem unë, po. Po pse e thua këtë? Kush të tha që ka ndryshuar mendim? Po tani detyra e lartë ti të ndryshon pak zonja Spirpali, po unë këtu nuk po shikoj këtë. Unë nuk besoj se kam ardhur këtu e ngarkuar me peshën e detyrime, përveç se me dëshirën për të përgjigjur. Okej, dhe unë të respektoj, të falenderoj. Pyetja ime. Zonjë, ju thoni me të drejtë ne Partia Socialiste kërkojmë mandatin e 4 për këtë arsye. Okej. Tani antarësimi i Shqipërisë në BE, vetëm po se mund ta bënte vetëm Edi Rama, sepse për të qenë korrekt, merit kanë edhe për gjitha etapat, edhe kontributet e tyre, dhe Partia Demokratike në pushtet. Merit ka dhe Partia Socialiste kur drejtohej nga Fatos Nano. Merit ka edhe në disa kryeministrat të tjerë. Pse ju e këmbgulni me një forcë që në fakt mua më duket të tepruar, mund ma shpjegoni ju, mund t'jem unë gabim që po se jam edhe Edi Rama, se tjetër njeri nuk e antarëson Shqipërinë BE. Përgjigjen e do shkurt apo siç duhet? E do po? Kaq, po jap një përgjigje po, edhe kaq. Po, është vetëm Edi Rama dhe PS. Po pse? Po doja shkurt përgjigjen. Jo, se thashëm të këtë e thot ju. Në rregull. Pse vetëm PS dhe Edi Rama? Nëse fiton PD, nuk bëhet? Në tani se që të dalë nga ky zhgualli i kryetares kuvendit edhe të dalë te personi që kandidon dhe është drejtuese politike në Tiranë, është deputete dhe është një antare e Partisë Socialiste. Si mund ta përfytyroni ju dhe ata që e bëjnë këtë pyetje nëpër studio, që sot në kushtet që është Sali Berisha mund të jetë një person
apo një kryeministër, se kjo është ëndër në beze, po nuk ka asnjë rëndësi që mund tulet përballë udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Si mund ta përfytyroni këtë? Pra, është një njeri që është zyrtarisht në nënhetim, është i pandehur për korrupsion dhe të shohim edhe akuzat e tjera, nuk thash i akuzuar zyrtarisht. Ata mund të takojnë zotin Berisha, pse? Dekord, po mirë. Amerika nuk dakord. Po se janë të detyruar ata të takojnë, nuk ka forcë që i detyron ata përveç respektit ndërsjellë dhe detyrave të bëra, nuk ka detyrë. Nuk po e përsëris atë që dy vula i ka në ball, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe nga Britania e Madhe, për të mos thënë që është njeri që është i provuar dhe i stërprovuar në drejtimin e këtij vendi. Nuk është se Shqipëria nuk ja ka dhënë atij njeriu mundësinë. Po mund fitoj Lulzim Basha zgjedhje. Mundësi. Tani e ktheve, po, në rregull, po. Por këta të gjithë me premtimet që bëjnë këta patjetër detin do ta bëjnë kos. Këto perëndimin e diellit male të leqen do t'i bëjnë pilaf të gjitha dhe këta do marrin të gjithë nga një lugë në brez edhe do jenë të gjithë të lumtur se kur i dëgjon premtimet e këtyre vetëm me këto lloj metaforash mund t'i krahasosh, po për t'u kthyer te realiteti i fakteve dhe ku jemi, pra jo vetëm nuk ka asnjë garanci që këta mund të çojnë përpara rrugën evropiane të Shqipërisë dhe të vazhdojnë rrugtimin, sepse ai nuk është një kontratë e shkruar në gur, varet nga qeverisja, varet nga bërja e detyrave, varet nga besueshmëria e udhëheqësve që ke përballë, varet nga reputacioni i vendit, varet nga reputacioni i udhëheqësve që shkojnë në këto takime. Janë shumë të lidhura dhe mos kujtoni që ka qenë shesh me lule apo ka qenë një tapet i kuq i shtruar për ne, për Shqipërinë, për Edi Ramën, për qeverinë, kjo rrugë kaq e përpjet. Janë dashur shumë takime, janë dashur shumë komunikime intensive, janë dashur shumë ndërveprime, shumë prova besimi dhe tashmë dhe në këtë pozitë fal Zotit, po dhe fal punëve, ne kemi mbritur që ta kemi këtë besim kaq të madh. Dhe fakti që ata vinë në Tiranë për herë të parë, dhe Tirana nuk është më një cep i harruar i Europës, është një vend ku periodikisht zhvillohen takime të këtij niveli dhe të kësaj rëndësie. Kjo dëshmon që vetëm Edi Rama dhe Partia Socialiste mund ta çojë përpara këtë rrugë. Ne kemi bërë planin e dakordsuar, ishte iniciativë personale e Edi Ramës për i propozuar në Bruksel, po dhe në Tiranë në takimin udhëheqësve të BE-s, plani i rritjes i Ballkanit Perëndimor, 922 milion euro që i përfiton vetëm Shqipëria me çdo hap që hedh dhe detyra që bën. Vetëm para pak javësh 64.5 milion nga këto 922 milion u dispursuan për Shqipërinë për dy marrëveshjet që ne kaluam në kuvendin e Shqipërisë dhe do vijojnë të dispursohen. Për të mos folur për përparësitë dhe të mirat që sjell Bashkimi Evropian. Dhe këtë e din gjithë, e din studentët, e din fermerët, e din grupet e tjera shoqërore, BE-ja nuk është një flamur vetëm. Nuk është vetëm një pasaport. Para 10-15 vjetësh. Evolojmë të gjithë. Po, evolojmë. Kryetari kuvendit ashtu. Dhe patjetër në një studio të tillë të një njeriu që më ka respektuar atëherë kur fjalit ishin të shkurtra. Ekstensionove, e ka përzyem se ishin të shkurtra, sigurisht mund t'i jap edhe lirin që të flas pak më gjatë. Por nëse duhen edhe zbërthime të tilla për çfarë sjell konkretisht BE-ja për ne, mund edhe të hymë